Vatikani po luan sërish një rol në negociatat për arritjen e paqes në Ukrainë. Sekretari për marrëdhëniet me shtetet Paul Gafar bisedoi në telefon me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Selia e shenjtë bën thirrje të çohet përpara një negocimi pa balancuar SBA-Rusi. Por Stefano Caprio, një prift katolik i ritit bizantin në Rusi në vitet 89-2002, sot teolog dhe ekspert i botës ruse, thotë se Trump dhe Putin kanë objektiv të tjerë. Si për shembull largimi nga pushteti i Zelenskit dhe krijimi i një qeverie më komode për ta. Në këtë kuadër paralajmërohet rikthimi në skenë i oligarkëve ukrainas. Gallafar dhe Lavrov folën edhe për nisma që synojnë ndalimin e luftimeve. A po luan Vatikani sërish një rol në negociatat e paqes në Ukrainë? Vatikani nuk mund të bëjë shumë për të ndaluar luftën. Ai po përpiqet që të dëgjohet zëri i tij. Europa flet vetëm për riarmatimin, Amerika për biznes. Dhe në këto negociata duket se askush nuk dëshiron të flasë realisht për paqen. Prandaj e shoh si një përpjekje për të rikonfirmuar nevojën për të gjetur një rrugdalje nga kjo luftë, ndërkohë Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se nuk do të jetë mundur të arrihet një armëpushim për Pashk, që ishte një nga premtimet e Trumpit. Pse? Sepse rusët përdorin taktikën klasike sovjetike për të zgjatur sa më shumë bisedimet, duke mbajtur hapur të gjitha mundësitë dhe duke vazhduar sulmet në terren. Në vetëm një bombardim të kryer së fundmi, vranë më shumë se 80 oficerë ukrainas dhe trajnues ushtarak perëndimor. Tani që Ukraina s'ka ndihmë ushtarake nga Amerika, është shumë e cënueshme. Atëherë për çfarë po bisedohet? Kreu i delegacionit rus Kirill Dmitriev sapo ka vizituar SBA-t për të folur me Steve Witkoff. Ata diskutuan mbi bashkëpunimin arktik, mineralet rralla dhe mbi shumë sektorë të tjerë në të cilët SBA dhe Rusia duan të ndërtojnë marrëdhënie pozitive. Nuk u përmend fare Ukraina, por heqja e sanksioneve ndaj Moskës dhe rihapja e linjës ajrore direkte midis dy vendeve. Në këtë kontekst, Ukraina është një faktor krejtësisht dytësor. Cilat janë pengesat kryesore në negociata? Trump tha se është i zemëruar me Putinin sepse ky i fundit nuk dëshiron të takohet me Zelenskin, pasi nuk e konsideron një president legjitim. Nga ana tjetër, vetë Trump këmbguli që Zelenski të thërriste zgjedhjet e reja presidenciale, duke e bërë të qartë se edhe ai nuk e konsideron atë si një lider shumë legjitim. Pra, presidenti i Ukrainës e gjen veten në një pozitë shumë të vështirë. Zelenski nuk po e firmos marrëveshjen me SBA-t për burimet minerale dhe vazhdon të kërkojë garanci se Ukraina nuk do të sulmohet më. Edhe Putin thotë se Rusia dëshiron të krijohen kushtet për sigurinë e saj. A jemi në një ngërç? Interesi vetëm i Trumpit është ekonomik. Ukraina mund të shërbejë vetëm nëse e ratifikon marrëveshjen për lëndët e para. Ndërkohë interesi i Putinit është rinisja e kontakteve me Amerikën, jo vetëm sepse në Washington ka një administratë në favor të rivendosjes së marrëdhënieve, por sepse ideologjitë trumpiane dhe putiniane janë të ngjashme. Shpresohet të arrihet një marrëveshje për ndarjen e botës që përfshin gjithashtu lindjen e mesme dhe Iranin, në të cilin Ukraina është vetëm një aspekt dytësor. Gjithsesi rusët duhet të kenë domosdoshmërisht plane në lidhje me Ukrainën, cila është strategjia e tyre. Qëllimi i Putinit është shumë i qartë, ai dëshiron largimin e Zelenskit dhe qeverisë së tij, që ai cilëson si nazist, duke shpresuar se do të jetë në gjendje të vendosë në krye një qeveri proruse. Kjo nuk do të ishte edhe aq e vështirë, duke qenë se në 30 vjet historisë i shtetit pavarur, ata s'kan bërë gjë tjetër veç se kanë alternuar qeveritë proruse dhe pro-perëndimore. Tani që nuk po mbështetet më aq shumë nga perëndimi, është më e pambrojtur dhe rusët po e godasin shumë fort. Nëse nga pikpamja ushtarake Kievi nuk do të rezistojë, ekziston rreziku jo vetëm që të ketë zgjedhje edhe një qeveri proruse, por edhe një grup shteti kundër Zelenskit. Çfarë skenari hapet për të ardhmen e Ukrainës? Trump dhe Putin do të përpiqen të ndikojnë në zgjedhje, të cilat mund të fitohen nga oligarkët rus. Disa janë shumë pro-rus dhe një pjesë ndodhen jashtë vendit, por ende të përfshirë në çështjet e Ukrainës. Në skenë mund të rishfaqet Poroshenko, ai ishte presidenti hipernacionalist përpara Zelenskit, linjën e të cilit presidenti aktual trashëgoi për të mbërritur nga Rusia. Poroshenko, që teorikisht është anti-rus, është oligark, ndaj do të merrej vesh me Moskën për 2 minuta, ashtu si Trump. Ai është një biznesmen dhe mund të jetë një alternativë e mirë edhe për SBA-t. Çfarë mund të bëjë Zelenski përballë këtij grupi? Ai e kupton që s'ka shumë mundësi, por po reziston. Ishte ai që në vitin 2021 firmosi një ligj kundër oligarkëve, sipas të cilit askush me mbi $80 milion pasuri nuk mund të mbajë poste publike. Oligarkët ju nënshtruan sepse ishte periudha e luftës antikorrupsion. Pastaj erdhi lufta tjetër dhe tani ata janë kthyer në qendër të vëmendjes. Besoj se si Putin ashtu edhe Trump janë të interesuar të ndryshojnë regjimin në Ukrainë për të pasur një qeveri që u pëlqen të dyve. Sekretari i Shtetit Rubio tha se amerikanët nuk duan negociata pafund, por një zgjidhje të shpejtë. Nëse dështojnë, a mund të rinisin furnizimet me armë për Ukrainën? Nëse Putin bëhet shumë i ngurtë në pozicionet e tij, s'mund të përjashtohet si mundësi, por nuk mendoj se do të arrihet në këtë pikë. Për ta është më e lehtë përpiqen ta rrëzojnë Zelenskin. Nëse nuk ka armë pushim në Pashk, kur mund të ndërpriten luftimet?
Më 9 maj do të ketë një paradë në sheshin e Kuq të Moskës. Putin do donte ta shpallte atë ditë fitore në Ukrainë. Do të ketë një armpushim vetëm nëse ai mund ta paraqesë atë si fitoren e tij. Ai ëndërron që Trump dhe Xi Jinping të shkojnë në Moskë për të shpallur perandorinë e tyre botërore.